Nëse po mendoni t'i besoni pronën tuaj një agjenti imobiliar, mos filloni pa bërë këto 3 pyetje, sepse përgjigjet e këtyre pyetjeve do t'ju lënë juve të kuptojnë nëse agjenti është profesionist apo jo. E para, sa transakcione keni mbyllur gjatë vitit të fundit? Përgjigjja e kësaj pyetje ju tregon se sa përvojë ka ai dhe se sa i aftë është për t'i çuar proceset deri në fund. E dyta, cila është strategjia juaj për të marketuar pronën time? Nëse një agjent imobiliar nuk ka një strategji të mirëfillt dhe një plan konkret për marketimin e pronës tuaj, atëherë prona juaj do të mbetet thjesht stok i listimeve të agjentit. Dhe pyetja e tretë është, a jeni i trajnuar dhe i licencuar si një ndërmjetës i pasurive të paluajtshme? Një licencë nuk është thjesht një dokument ligjor, por një garanci që ju tregon juve që ndërmjetësi është një agent profesionist, njeh shumë mirë ligjin dhe mbron interesat tuaja. Përgjigjet e këtyre 3 pyetjeve ndajnë një agent imobiliar profesionist nga ai amator. Nëse agenti imobiliar nuk ju jep disa përgjigje të qarta, atëherë thjesht mos listoni pronën tuaj me të.